Kandidatët e LDK-s për zgjedhjet e 28 dhjetori gjatë ditës së djeshme dhe mbrëm kanë qëndruar në fshatrat e Përdrinis, si në Piranë e Arbanas dhe fshatrat të tjera. Mbrëm ishin në Sërbic, në shtëpinë e familjes së Zef Berishës, një familje njohur atletare, dire hapur e historisë, sakrificës dhe dinjitetit kombëtar. Shtëpi ku është ruajtur fjala shqipe, është mbajtur gjallë ideali i lirisë dhe është ndërtuar besimi për Kosovën. LDK mbetet aty ku ka qenë gjithmonë, pranë familjeve që i kanë dhënë Kosovës identitet, qëndrueshmëri dhe vizion për të ardhmen, thanë kandidatët e LDK-s. Edhe në fshatin Piran, ata takuan bashkëdhetarët tanë, të cilët jetojnë dhe veprojnë larg atë por zemrën e kanë gjithmonë këto. Me shumë dashuri i urua mirëseardhje në vendin e tyre, me dëshirën që këto ditë festa t'i kalojnë sa më ngrohtë pranë familjes dhe tokës së lindjes. Ata e duan, e ruajnë dhe respektojnë shtëpinë e tyre, duke dëshmuar se lidhja me vendlindjen nuk shuhet kur, pavarësisht largësisë. Po kështu këto takime kandidatët e LDK-s i bën edhe në fshatra të tjerë.